Teksa tallja që bëri me presidentin Donald Trump gjatë një bisede me presidentin e Francës dhe atë të Azerbajxhanit mori dhënë, kryeministri Edi Rama ka nxituar të ndryshojë sadopak dëmin e shkaktuar nga një shaka pa krip, duke atashuar fajin kryesor mediave për shtrembrim të fjalëve të tij. Rama me anë të një postimi në rrjetin social X justifikohet se ajo fjali nuk ishte gjë tjetër veç se një shaka me smish e nxjerrë jashtë kontekstit. Është vërtet e jashtëzakonshme se si funksionon media sot dhe si e ashtu quajtura viralitet mund të shtrembërojë realitetin kaq lehtësisht. Një fjali e thënë me humor të mirë në frymën e miqësisë papritur kthehet në një titull kryesor botëror për një samit të tërë mes 10 kombesh, ndërsa gjithçka tjetër për mbajtja e vërtet bëhet e parëndësishme, thot Rama. I sikletosur nga viraliteti që mori video e tij me Macron dhe presidentin azer, Rama mundohet që ta paraqesë si normale situatën por fjalët që ai vet ka shkruar duket se e tradhtojnë. Teksa thotë se nuk e ka problem se video është brema dhe më poshtë shkruan 2 paragraf lavdrime e elozhe për madhështinë e presidentit Trump. E po nuk mund t'i vjet faj kryeministrit Rama që është trembur duke pasur parasysh tempin e Trumpit. Nuk është e lehtë që një shaka që merr për masa të tilla të mos merret me sy të keq nga presidenti amerikan. E vërteta është që presidenti Trump është treguar një lider që e riktheu fjalën paqe në fjalorin e perëndimit pas shumë vitesh, dhe po në një kohë jashtëzakonisht të shkurtër ai arriti paqe atje ku të tjerët provuan por dështuan dhe ai vazhdon ta ndjek këtë qëllim pa pushim. Ai shkëmbim nuk ishte gjë tjetër veç se një moment humori i mirë mes njerëzve që në fakt janë ndër admiruesit më të mëdhenj të presidentit Trump, shkruan Rama.